Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Stea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram ose në numrin tim të celularit 069 24 68 328. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Ky person të demonstron me gjithçka, me vepra, me fjalë, që të do vetëm ty. Pra që je ti vetëm në zemrën e ti. Pra kush është ky person? Ky është një person që mediton fort, reflekton dhe të sjell këtë lajm të shpejtë për të shprehur ato gjëra që ne thamë. Është pak në këtë moment është pak i mërzitur. Ty të shikon si kjo princes, si kjo mbretëreshe e bukurisë, si kjo perandore në karrocë që ecën drejt një rruge, plot sukses. Diskuton me persona të rëndësishëm që të ndihmojnë në këtë rrugë, në këtë sukses, pra me vepra. Është në botë, ka një sukses të madh në botë. Tek ty, ky person të shpreh, sepse tek ty ka gjetur qetësin, ka gjetur paqen, ka gjetur atë botën e tij të pasur shpirtërore tek ty, ke sjell qetësin, harmoni, pra i ke sjell gjithçka që i ka munguar në jetën e tij dhe ai ta shpreh me fjalë dhe me vepra. Është një person që gjithmonë ka qenë dhe është person human, do t'i ndihmoj njerëzit në nevojë dhe ty të shikon si kjo mbretëresh e kupave, një femër të pastër nga ana shpirtërore, dhe ta shpreh, sepse është një person magjik, një person i kompletuar dhe po mbyll një kapitull të vjetër të jetës tij për të sjellë tek ty diçka të re, diçka plot sukses. Prandaj, kontarot mos u shqetëso, iqe litarin e pashëm dhe kulli intuitës tënde të brendshme, sepse tek ju është një dashuri e fortë, një energji e fuqishme. Ky person ka fuqi dhe komand në këtë energji, në këtë pasion që keni për një tjetrin dhe është person shumë i drejtë, Shumë shpejt ky do të vi drejt teje dhe do të demonstrojë me fjalë dhe me vepra atë që ai ka brenda vetes tij. Me kë rezonon kjo histori? Me kë shën? Me kë gërmë? Me gërmën M, P, L, V, A, N, Y, T, Q, T, Gj, I, J, Z, K, L. Dhe me shenjat e horoskopit mund të rezonoj, është energji e përgjithshme, me akrepin, me gafore, me dashin, me ujorin, me vlicjapin, me peshqin, me peshore, me luanin dhe me shigjetarin. Faleminderit shumë, miqtë e mi.